Përshëndetje shenja nga Forës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Kartat flasin me një frymë të butë, por shumë të fuqishme shpirtërisht. Fjala kyçe që prizëm orakull ju jep është dorëzimi. Dorëzimi është thelbi i gjithë panoramës suaj javore. Kjo është një javë e transformimit të brendshëm, e kalimit nga pasiguritë drejt rigjallërimit, ku ju mësoni të pranoni, jo të luftoni. Në gjendjen personale, kemi 7 monedhat që tregon se ju keni mbjell shumë farëra, përpjekje, kujdes, prani dhe dashuri, por ndoshta ende prisni frytet e plota. Kjo tregon durim, por edhe pak lodhje. Hëna është karta juaj drejtuese, është qendra e gjithë shtrirjes suaj. Ajo nënkupton intuit të fortë, ëndra të thella dhe ndjesi që po ju flasin nën sipërfaqe. Mund të ndiheni të paqartë, sikur disa rrugë kanë mjegull para tyre, por kjo mjegull është pjesë e procesit shpirtëror të qartësimit. Më pas kemi 10 kupat që sjellin ngrohtësi dhe bashkim, ndjenja të dashurisë, përmbushjes dhe shpresës që ringrihen brenda jush. Pra është një moment frymëzimi i pastër që ndodhet në fund të këtij cikli me asin e shkopinjve. Asi i shkopinjve është një fillim i ri, një shkëndi pasioni, një ndezje e energjisë krijuese që ju ngre lart pas një periudhe të gjatë pritjeje dhe pasigurie. Pra unë do thoja që emocionalisht ju po kaloni nga mjegulla e hënës në dritën e asit të shkopinjve, që është një udhëtim nga hutimi në ndriçim. Kalojmë në familje ku 2 shkopinjt flasin për një vizion ose vendim të rëndësishëm. Ju ndoshta po mendoni se si të afroheni ose si të ruani ekuilibrin në raport me dikë që ka qenë sfidues. 9 kupat sjell një dëshirë për harmoni dhe mirëkuptim, dhe është një shenjë se zemra juaj kërkon paqe dhe stabilitet shpirtëror me njerëzit që doni. Por 9 dhe 10 shpatat paralajmërojnë që pas qetësisë ka ende plagë të pambyllura, ndoshta një zhgënjim, keqkuptim apo barr që po ju rëndon. 5 kupat është një kujtesë për të mos u kthyer pas me pendes, por për të falur e për të mësuar. Në thelb, kjo shtrirje tregon fundin e një cikli me dhimbje në familje. Pra një lëvizje drejt shërimit nëse ju vendosni të mos mbani më mbi supe barrën e së kaluarës. Pra dorëzimi në këtë rast i prizëm orakullit do të thotë që ta lejoni të kaluarën të pushojë, pa kërkuar më përgjigje aty ku gjithçka tashmë është mësuar. Kalojmë te dashuria. Energjia në dashuri është e bukur, e butë dhe gjallëruese. Unë do të thoja që me diellin kemi gëzim, kemi bashkim, ndriçim dhe dashuri që ju ngroh zemrën. Ju ndjeni se diçka po ndriçon aty ku më parë ka pasur hezitim. 3 monedha tregon bashkëpunim dhe ndërtim. Kjo mund të jetë partneritet që zhvillohet ngadalë, por me bazë të fortë ose bashkëpunim shpirtëror në çift. 7 kupat flet për ëndra dhe zgjedhje të shumta. Ndoshta konfuzion në ndjenja ose fantazi që ju duhet të shihni me realizëm. Kujdes që dashuria të mos mbështetet në idealizëm ose në idealizmin e tjetrit, por në kuptimin e ndërsjellët. Pra, kalorësi i kupave është një energji e butë romantike, shpesh sjell mesazh dashurie, afrimitet apo xhest emocional që ngroh zemrën. Në thelb, zemra ju flet me sinqeritet. Zoti ju hap për një ndjenjë që ndrit më fort se frika, do të thoja unë. Kalojmë tek puna, ku kemi një seksion në punë që është, do thoja, fryma e transformimit është shumë e theksuar në seksionin e punës.
6 shkopinjt janë triumf, sukses dhe njohje pas përpjekjeve. Ju po shkëlqeni apo do të merrni një sinjal të qartë që puna juaj po vlerësohet. 2 kupat tregon harmoni profesionale, bashkëpunim të mirë dhe marrëveshje që ju sjellin stabilitet. Megjithatë, me rrotën e fatit dhe vdekjen që shfaqen në të njëjtën shtrirje, unë do të thoja që ju paralajmërojeni për një ndryshim të madh, diçka që kërkon të përfundoj për t'i hapur rrugën një faze më të frytshme. Këto 2 karta së bashku janë dorëzimi i plot ndaj procesit. Pra, një cikël po mbyllet, por jo si ta them unë, jo si ndëshkim, por është shpërblim për shpirtin që ka mësuar të mos qëndroj aty ku drita nuk hyn më. Pra, një kapitull profesional mund të përfundoj, një projekt ose mënyrë pune mund të marrë fund, por menjëherë pas kësaj ju hapet rruga për një rilindje profesionale që ju çon drejt më shumë gjallërie dhe kuptimi. Kalojmë në prizëm Oracle ku kemi dorëzimin. Kjo është ajo fjala magjike e javës suaj, dorëzimi. Dorëzimi nuk është dobësi, por akti më i lartë i besimit. Unë do të thoja për ju, dorëzimi nuk do të thotë të lini gjithçka pa kujdes, por të pranoni që procesi i jetës di më mirë dhe më shumë se frika juaj. Pra, në çdo fushë, nga puna te dashuria e deri te familja, duket sikur Zoti ju kërkon të mos mbani nën kontroll të tepërt, por të rrini të hapur ndaj ciklit natyral të mbylljeve dhe fillimeve. Kur ju dorëzoheni me besim, energjia fillon të rrjedh dhe aty ku dikur kishte pasiguri, fillojnë të hynë mrekullitë. Paçim!